Komisar, do flasim shumë çka. Do shta po filloj me atë kohën e cila ka qenë shumë e vështirë për gjithë, por që ti ke bu një punë të mrekullueshme si fotoreporter dhe ke përcjell shumë emocione, por gjithashtu edhe ke kalu nëpër rreziqe të ndryshme gjatë asaj periudhe. Po flas fillimisht si fillove ti punën si fotoreporter? Si nisi gjithçka për ty? Ka qenë thirrje për me u angazhu në diçka që shteti jonë do të kontribuoj, të cilën atëherë kishim hala idenë e pakja se çka do të linë prej asaj, si me thonë, çështje, po thirrje kohës, thirrje për me kontribu me çka do pak që ki pas mundësi. Kontributi im nuk ka qenë i kalkulum atëherë, faktikisht na gjithemi mundu me kry punën tonë sa kemi pas mundësi, se ka qenë bukur vështirë me punu në ato rrethana. Po thjesht nuk e kom pa veten si një statist në ndërtimin e historisë së tretë Kosovës. Po në atë kohë, a e keni ndjej që do përcjellni diçka, do fotografonit dhe do dokumentonit histori që do mbesni ndoshta si dokumentim për çdo gjenerat që vjen pas? Me të kallëzu të drejtën, unë kam më shumë të re, kam qenë i vetëdijshëm që gjanat që më ndodhin, edhe krimet që ndodhin, duhet mu shëju, duhet mu regjistru, që me mujt të mos e ditë epilogun përfundimtar. Kontributi jam ka qenë në dokumentimin e krimeve të luftës, edhe ngjarjeve që faktikisht e kanë trasu shtetë ndërtimin tonë. Panaj, si me thonë, pasqyre të si kam e rrjedh gjanat edhe sa kam e zgjat, fati jonë që nuk zgjati shumë, edhe na e, si me thonë, e kundërzum atë sukses me shpalljen e Kosovës si shtet pambarun, po sakrifica ka qenë shumë e madhe. Po cili ka qenë momenti më i vështirë apo më i rrezikshëm, mund të them, gjatë asaj kohe, gjatë punës në teren? Është vështirë me i dallu, se çdo ngjarje ka pas peshën e vet, edhe në humbje, edhe në dhimbje, po edhe në kontribut të krejt mbarvajtjes së, si me thonë, procesit. Po muj me thonë që familja Jashari, kur kom nri me i gjiru, do me thonë, sulmin në familjen Jashari, momentin kur i kemi zbulu edhe trupat në deponinë e material ndërtimor, ka qenë për mu në atë kohë edhe më i rrezikshmi edhe më vendimtari, se në atë moment është bua ajo kthesa e madhe që unë menoj që aty pavarësia Kosovës ka marrë rrugtim, pa kthyshëm.